Përshëndetje dhe mirë mbrëma, ku do që jeni, lusim Zotin Gjeleshano inshallah agjerimin kabul, edhe veprat tona të mira inshallah Zotin na i pranon, inshallah Zotin na fal. Në këtë podcast sonte unë kam një profesor timin shumë i nderuar, shumë i respektuar, miki shoqatës, pjesë e shoqatës bëmirëse e jetimat e Ballkanit. Është profesor doktor Musa Musaj. Profesor, të kena lodhë pak prej Gostivari gjithë këtë rrugë më ardhë. Me kënaqësi, domethënë kontributet bëhen përmes sakrificës diçkaje, edhe thash Zoti që ki kontribut i vogël sado qoftë, të ketë një mbres pozitive, po e them në mbar opinionin, edhe ne ju falenderojmë për ftesën, edhe gjithmonë e kemi thënë dhe po e themi se jemi të gatshëm aty ku shoqata jetimet e Ballkanit edhe ju personalisht si një mik i veçantë i joni edhe i familjes tonë, pa më dyshje që jemi gati 24 orë, si themi ne, për të kontribuar dhe për të bashkëpunuar për ndonjë projekt eventual të cilin ne gati se disa vjet po e realizojmë të njëjtat. Zoti shpërbleft. Inshallah vetë Zoti pagun prof. Si është e jona. Prof, kisha dashur me vet. Ne njihemi shumë kohë bashkë, edhe e njeh shumë mirë aktivitetin tonë. Prej fillimeve, si kishe me spjegu në pika të shkurtra këtë ecurin e shoqatës tonë? Pa më dyshje, në radhë të parë duhet thonë ato se duke filluar nga ju edhe nga krejt ata të cilët kanë qëndruar përmes kësaj nisme teje të virtytshme në radhë të parë, humane, solidare, vetëm përmes një motivimi të brendshëm bëhet kjo. Ndryshe nuk ka faktore dhe rrethana të cilat ndoshta njerëzit do i kishin sjell që deri në këtë mas të jenë sakrifikues, po e them, të jenë ata të cilët do të lënë diçka nga koha e tyre, nga preokupimet familjare, që besoj se nuk është kjo e pakët, kur ne e shohëm edhe e dim atë mënyrën edhe lëvizjet e juaja ditore edhe të ekipit tuaj, për atë arsye them që ne në parimet ose në ato pikpamjet e psikologjisë themi ndonjë motivimi brendshëm, inert, i cili është shkrinë në çdo një pore të jetës tuaj në përgjithësi edhe të jetës së gjithë atyre që e kanë përkrah këtë ide dhe këtë aktivitet gjigant ndër këto vite, apo 15, 17, po më fal, do të thonë 17 vite, të kishte qenë në rrethana tjera dhe në ndonjë qëllim, apo mos dash Zoti që asnjëherë këtu nuk është vërejt diçka e tillë kur është në pyetje jetimat e Ballkanit, andaj po e them se ai inspirimi dhe ai motivimi kryesor i juaj ka qenë i mbështetur në diçka që në psikologji i thon altruizëm, dikush e quajmë sjellje prosociale. Pse i thon altruizëm? Për arsye se ky koncept i bamirësisë i mbështetur në mos pritjen e ndonjë shpërblimi nga dikush ose nga ndonjë faktor tjetër është ajo që e bën këtë të virtytshëm, të çiltër, të pastër si loti, edhe në këtë drejtim mendoj që e ushqen gati 2 dekada do bëhen, do të thonë edhe 3 vite janë plot 2 dekada, edhe për atë arsye them se nuk ka ndonjë mënyrë tjetër për të artikuluar edhe për ta vënë në ato sqarimet e asaj se çka mund të jetë përjetimi bazik i një njeriu. Për ju, për mendimin tim, veprimi, puna, angazhimi, përkushtimi i juaj në bamirësinë edhe në mundësimin e lehtësimit të kushteve jetësore të rrethanave apo të dhënies së shërbimeve, qoftë edhe në pikpamjen e asaj që është me shtëpinë të moshuarve, edhe në pikpamjen e qendrave ditore të cilat gati se tani po shtrihen në mbar Kosovën, vetëm se tregon se kjo mund të jetë një terapi shumë e mirë për ju edhe për krejt ata të cilët janë të kyçur brenda këtij procesi, dhe se për mendimin tim me bërjen e bamirësisë, me sakrifikimin për diçka që është sublime, apo që është shumë e vlefshme, që ka një reflektim tejet pozitiv në këtë konotacion, në fakt vetë bamirësia është shpërblimi më i madh. Dhe
kjo duhet tjetë ajo aksioma, ajo vlera bazike e cila ndoshta thash në radhë të parë juve, por edhe krejt ata të cilat ndoshta qëndrojnë rreth kësaj ideje, rreth këtij projekti, pa më dyshje që e kanë këtë ushqim shpirtëror. Prof, unë e thash në fillim se njihemi shumë herët. Tash po zhanohemi në shumë aspekte kjo bamirësia. Shpesh herë unë kam një fjalë, thëm, nëse do të ishin mbledh projektuesit më të mirë të botës në fillimet e punës tonë, Shumë e drejtë. më na projektu rrugtimin tonë, çuçi kemi nisë, ka qenë sakrificë bukur e madhe me fitu besimin e masës. Unë s'kisha besu që do të vinim Do kish pas një hartues të mirë Jo. dhe përpilues të këtill. Kjo është ajo që ka deshta me ditë nga juve në aspektin psikologjik, në aspektin fetar të kina edhe hoqë, Pa diskutim. pra diçka pa e imagjinueshme, pa ide, pa program, ja kemi lënë dikuj tjetër me na bë programin e veprimtarisë tonë. Shumë e drejtë. Halil, pajtohesh në diçka, po e them një analizë time për të cilën mendoj se ndoshta do jetë ajo si të them, ajo pjesa e përgjigjeve, ndoshta edhe për shumicën. Dikush që sakrifikon për diçka, vetëm i ashton vlerën vetes. E di si është ky relacion. Për shembull, pambuku në momentin që vendosen të sakrifikohet për të bëu pe, si pe është më i vlefshëm se sa si pambuk. Peni që sakrifikohet për shtof është më i vlefshëm se sa peni, shtofi. Shtofi që shndrohet në këmish, vërtet që kalon përmes atyre shtypjeve, presioneve, qepjeve, nuk e di, e keni parasysh prerjeve, ngushtimeve, dhënjes formës, mirë po, si këmish është më e vlefshme, kostumi edhe më i vlefshëm është në këto relacione. E njëjta vlen edhe por, po e themi, në shkon në hanë të lezit, një thes qimento mund t'jetë 8 ose 10 euro po e marë. Mirë po në momentin që bëhet beton, betonin metër kub është 100 e sa. Po e them si në mënyrë alegorike, vetëm në mënyrë simbolike. E ai beton që sakrifikohet për mur, vlerë tjetër. Ai mur që sakrifikohet për ndërtesë është krejtësisht tjetër. E tash kthehem te njeriu. Një njeri që sakrifikohet për familje. Apo i shton vlerë vetvetes. Nuk e matën vetëm atë kontributin që e ka dhënë familje. Ose një familje që e sakrifikon vetëm për shoqërinë, që në këtë rast krejt familjet e juaja në një farë mënyre, apo mund të ndjejnë mungesën tuaj në raste evente dasma, gazmore, apo ose mortore, ose çfarë do qofshin ato si përgjegjësi sociale, për ju është prioritet atje ku duhet realizuar projektin. Atëherë, domethënë, një individ që e sakrifikon veten për vlerat shoqërore, edhe vetvetes i shton në vlerë dhe kjo mendoj se ka rezultuar plus asaj një shoqëri që sakrifikon veten edhe për umet, apo për popull. Si familje nëse e merr një jasharet ose tjerët bën në këtë relacion, ata i kanë shtuar në vlerë asaj dhe është bë një simbol i përkryer i kësaj frymës solidarizuese ose altruiste që nuk pret diçka prej individëve ose prej shoqërisë që në një farë mënyre të kompensohet. Kompensim më i madh thash është edhe shpërblim më i madh është vetëm mundësia për të bërë mirë. Dhe si duket ajo juve ju ka ushqyer brenda këtyre viteve, se unë thash nuk jam vetëm ai që e sheh prej jashtë këtë organizate dhe këtë shoqate dhe krejt mekanizmat e saj të brendshëm, por që kam pas mundësi ta observoj edhe prej sa afërmi, por edhe në ato ftesat e juaja që t'jemi bashkë me qytetarët, po edhe unë mendoj se kjo ka qenë ai plotësimi kryesor që them se ndoshta do kish qenë nga këndvështrimi im analiza më adekuate e këtyre segmenteve. Sepse në bamirësi pajtohemi në momentin që edhe vetë njeriu mund të ketë nevojë për diçka, e zgjidh tjetrin t'i ofrojat përkrahjen, mbështetjen, lehtësimin e jetës. Unë them se kjo përmbushje shpirtërore është komponenta kryesore e kësaj lëvizje dhe kësaj veprimtarie, edhe ne gjithmonë themi që edhe diçka që mendoj se është shumë e rëndësishme, më falë se ndoshta patjetër pastaj. Shihni, ju keni krijuar shembullin e të mirës në shoqëri. Ne në këtë kohë
të varësive nga teknologjitë digjitale, nga krijimet e imazheve të shpejta të rëndësishme në shoqëri përmes tiktokerizmave apo youtuberizmave dhe gjërave tjera, në fakt filluan të mungojnë në shoqëri modele apo konkrete të cilat janë të prekshëm, me të cilin mund të krijosh një kontakt të drejtë për së drejti dhe në fakt ju e keni gjallëruar këtë modelin duke e patur krejt këtë përkrahje të popullatës anë mban trojeve shqiptare dhe unë them se në një farë mënyre se cilin prej tyre e keni bërë nga një model i virtytshmërisë se si mund të duket njeriu konkret i cili lë gjurmë në shoqëri ose është i gatshëm që ta ndajë diçka me të tjerët. E tash kjo është thash ajo përmbushja shpirtërore. Ai elementi që asnjëherë nuk e ndal energjinë e individit që jep një kontribut në këtë sferë apo për ta ndjerë lodhjen ose për të thënë se boll, ja do mundem të qëndroj, ja do mund t'i bëj ball krejt këtij angazhimi, andaj them, e tash nga pikpamja psikologjike, janë edhe faktorët psikologjik, pa më dyshje. Për shembull, tash ne në këtë kohën postmoderne kemi këtë psikologjinë pozitive të Martin Seligmanit, i cili thotë se apo ndërtimi i identitetit social, po e them kushtimisht, apo prania me të tjerët, bashkëndarja me ta, është një segment edhe një pikpamje e rëndësishme, ose ajo pjesa e tendencës psikologjike vetë aktualizuese e Maslowit edhe të tjerëve, s'do mend se e kanë vënë në pjedestalet më të larta këtë frymën e dikujt i cili në angazhim edhe në përkushtim për një kauzë, sepse unë mendoj se për ju shoqata nuk është shoqat vetëm, por është një kauzë shumë e lartë. Dhe ju keni një qëllim, atë kënaqësinë e Zotit. Dhe ajo është pika kulmore. E derisa kjo e ushqen një frym të dikujt, apo atëherë ajo frym e ushqen krejt atë organizëm i cili është brenda këtij trupi, po e them si i tillë, për të ndriçuar ose për të mundësuar të deportojë aty ku është nevoja. Profesor, publiku të i tham për ata besoj që të njohin shumica, por ju prezentum edhe hoxh, edhe psikolog. Jem muajin e shenjtë të Ramazanit. Bamirësia na, po e themi, gati 2 dekada, nuk jem veç muaj të Ramazanit, 12 muaj aktiv me aktivitete humanitare, po me qenë se jem në muajin e shenjtë të Ramazanit, në aspektin fetar dhe psikolog, në aspektin e psikologjisë, bamirësia në Ramazan. Shqipni, për shembull, inspirimi më i madh ose mënyra për ta elaboru këto fillon prej një pike në të cilën ne themi se durata më e çmuar e Ramazanit është, po e themi, zbritja e fjalës Zotit apo Kur'ani vëmlar. E tash vetëm për hir të asaj që në këtë muaj ka zbrit kjo fjalë e Zotit, apo një natë të vetmen i është shtuar vlera sa 1000 muaj. E tani mund ta paramendojmë ne një person i cili akcepton këto vlera, apo i pranon ato në qenjen e tij, në zemrën e tij, bën vend në mënyrën e të menduarit, në mënyrën e formimit të qëndrimeve. Nëse një natë që pajtohemi të gjithë në krahasim me njeriu sa është i rëndësishëm njeriu për Zotin, atëherë duhet të jetë pa krahasueshme vlerat që i jepen njeriut i cili në këtë muaj zgjedh atë pikpamjen për ta shfaqur zemërbardhësinë e tij ose bujarinë e tij apo fisnikërinë e tij për të qenë pranë nevojtarit ose për të qenë pranë atij që është pastre ose për të qenë pranë atij që është kushtimisht, po e them, me nevoja ndryshe, cila do qoftë rrethana. Unë nuk e imagjinoj dot se sa mund të jetë ajo vlerë e këtyre njerëzve që i kanë akceptu, apo sepse ata nuk japin atë që e kanë nxjerr nga përdorimi, por e japin atë që është vlerë për ta, atë e sakrifikojnë
E tash të sakrifikosh diçka që është vlerë edhe për ty vetë edhe nevoj, mendoj se e arrin këtë pikën kulmore edhe të fetarisë, edhe të njerëzillëkut, edhe të shumë rrethanave tjera, sepse te kjo pikë gjithmonë më kujtohet një moment se sa është i rëndësishëm të qenurit i pranishëm në nevojën e njerëzve. Tregohet për logoterapinë e Viktor Franklit, apo tash po e lidhi, apo pas asaj analizës time po e them në konotacionin e vlerave besimore, tash po e them edhe një vlerë psikologjike. Po, do të thonë Viktor Frankl është një mjek i jashtëzakonshëm, ka qenë në Vjenë, edhe thuhet se një natë, do të thonë një zonjë moshën 50 e ca, do të gjenë numrin e telefonit të saj, e dini kur ishin ato librat në për qytete, në për ato kabinat e telefonatave që bëheshin, edhe e kërkon e gjenë numrin mu të Viktor Franklit, edhe e thirë në 3 pas mesnatës. Shumë ngjarje interesante. Mirë po, zonja ka qenë para aktit të marrjes së vendimit për vetvrasje. Por edhe e provon edhe një shans, kushtimisht po e thënë, e shek këtë numrin e doktorit me famë, edhe thret në këtë, edhe doktori e hap me të parën, shif 3 pas mesnate. Ky psikolog, Viktor Frankl është shumë psikolog i rëndësishëm i kuptimit të jetës, dhe veprën kryesore e ka, gjetja ose arritja, kërkimi i kuptimit të jetës si synim bazik. Edhe ajo tregon ngjarjen, thot unë jam para momentit të vetvrasjes, desha që të flas edhe për herë të fundit me dikë në atë kuptimin, por nuk jam që do të rhiqem nga vendimi të cilin e kam marrë paraprakisht. Edhe tash kia atëherë vetes i jep një obligim ekstra në kuptimin për ta bind, për t'i përdor krejt aftësitë e tia intelektuale, bindëse që në psikologji pajtoni psikologët i kanë këto aftësi për të ndryshuar mendimet e njerëzve në komunikim veçanërisht kur themi, edhe mundohet ta afër 45 minuta. Do të thënë i sigurt që disi ta bindje për ta shpëtuar një jetë njeriu, apo shpëtimi i një jete njeriu, shpëtimi i njerëzimit realisht. Me këtë aksion ose vlerë e ka bërë veprimin. Dhe në fund, do thënë, ajo thot, po, unë thot, po tërhiqem, po dorhiqem nga iniciativa për të vetë vrarë, po këtë nuk e bëj se ju më bindët, por e bëj vetëm me idenë dhe me faktin se ende pas ka njerëz të cilët apo në 3 pas mesnate mund të ndëgjojnë dikë 1 orë ose 1 orë e gjysmë, edhe vet ideja që ka njerëz që do kishin ofruar ndihmën e tyre për rrethana të caktuara. Apo e tash pajtoheni, unë jam shumë i sigurt edhe krejt ata njerëz që dëshprimin e kanë ndjerë fuqishëm në rrethanat kur është pas 3, pa kul mbi kokë. Apo ndoshta edhe pa punë, ndoshta edhe në smundje, edhe pjesëmarrës në luftë ose apo shumë rrethana, edhe ndoshta edhe ata e ndjejnë këtë fuqishëm këtë dëshpërim. Për atë arsye rolin tuaj e vën edhe në këtë dispozit kur dikush mund të ketë heq dorë ndoshta prej krejt komponentave shoqërore, edhe vini ju aty, do të thonë ndërhyni me atë ngrohtësinë, me atë përqafimin që nuk mundet dikush, kjo nuk është më pjesë e aktrimit, e keni parasysh, nuk është më pjesë e ndonjë relacioni artificial. Por ju jeni vetë natyra, do të thonë ndoshta ndonjëherë ato që e kemi pa ne flas gjithmonë, apo edhe si dëshmitar të ngjarjes ose të okular që i themi, por edhe përmes atyre videove ka raste që ju qani më shumë se sa vetë familja që është në nevojë, për atë them, kjo e bën të veçantë këtë nisën. Edhe unë jam shumë i sigurt se ajo zemërqiltërsia e krejt kësaj veprimtarie është që edhe e ka meritu në një farë mënyre përkrahjen, mbështetjen e shumë faktorëve në shoqëri, e shumë rrethanave, po e them, njerëzve me biznes, njerëzve pa biznes, po edhe ata që ndoshta vetë mund të kenë nevojë për një, po e them, simbolike 10 euroshe, atë 10 euroshe në zgjedh, po e them, jetimave të Ballkanit tu adhuroj, vetëm për ta tregu gatishmërinë e solidarizimit në këto rrethana. Dhe unë them se apo këtu qëndron ajo madhështia e krejt këtij angazhimi të përbashkët juaj. Profesor, mund të jem subjektiv apo por unë mendoj se këtë e them nga ajo çfarë kam pa edhe çfarë kam kriju si bindje. Profesor,
ajo që shpesh herë ndalëm edhe mendohem, janë tash po dalëm te kategoria e donatorëve. Bamirësia me njetë. Ipën për shumë, ipën për të vdekur, ipën për të smur, ipën për në stres, ipën për në gjendjen kur vinë që dalin jashtë kontrollit. Për çdo gjë në aspektin fetar edhe psikologjik, edhe kemi na gjatë përvojës, po themi 17 vite kemi pa që u ka gjetë dërmon që bamirësi. Ta jep një bamirësi, thot ati që do t'ja jep, thuj let lutët e kam që t'hall. Dhe nuk ka lutje më e mirë se sa dikush që ta bëj për ju, ose për ne, ose për ata që janë donatorë dhe ata që dhurojnë. E keni parasysh, do të thënë, ai e meriton lutjen e dikujt që në një farë mënyre në momentin më të vështirë, më kritike ndjen shtrirjen e asaj dorës për krah, se mbështetëse, e cila nuk e sheh prej lart atë që e merr, por e sheh në vijen e të qenurit i barabartë me ta. Për atë arsye them se në këtë rafsh ju tamam e keni sjell, do të thënë, jo që dikush ta sheh dhuruesin ose atë donatorin prej një pike të lartë, por ju e keni zbrit me këndvështrimin e asaj humanumit, asaj pjesës më njerëzishme që është, edhe për këtë jeni për atash është shumë merit e vetë ati profesionalizmit tuaj. Kur them profesionalizmit, ju jeni mësuar përmes punës me njerëzit, se më siguri në fillim atë që e thatë, nuk e keni pas idenë se ku do jetë shtrirja e vetë shoqatës edhe vetë nëndegve ose po e themi atyre mekanizmave tjerë që janë krijuar në ndërkohë. Për atë arsye po e them se këto veprimtari edhe këto pritshmëri as pak nuk i humbin në vlerë asaj pjesës që ndahet, qoftë si zekat, ne që e themi, qoftë si sadaka, po? Sadakaja është, do thënë, ajo llogaria rrjedhëse e cila përpos lutjes edhe përpos mirënjohjes që njerëzit e shfaqin ndaj një ndihmese të bërë, paramendojeni sa mund të jetë shpërblimi tek Zoti për këta njerëz. Për atë arsye them se ato me siguri që bëhen tamam ato ndihmesat kryesore që njerëzve mund të ju vinë, dhe nuk ka dilemë se vetë sadakat ose lëmoshat janë ato që ndikojnë në përmirësimin e jetës edhe zgjatjen e jetës edhe shumë rrethanave tjera. Për atë arsye as pak nuk duhet të llogaritet si diçka nëse dikush ka një pritshmëri edhe përmes mënyrës së solidarizimit me nevojtarin edhe ofrimit të një ndihme apo të mirëfillt në këtë drejtim. Çështje më e vogël është këtë që përmendëm ne, dikush të bëj lutje, të shfaq falënderimin ndaj krijuesit që dikush është bë sebeb, po e themi ne, ose shkak që në një farë mënyre të lehtësohet ndonjë rrethana, intervenim mjekësor për fëmijë, për njerëz me smundje të ndryshme. Krejt këto komplete bëjnë këtë konglomeratin, atë veprimtarinë e shumë llojshme të vetë shoqatës edhe vetë faktorizimit të institucionalizuar, se më tani ju jeni institucion pa më dyshim. E the edhe vetë ke marrë pjesë në për disa evente të bime të shoqatës bëmirëse, qysh nga herët. A ke parashiku prof që kjo shoqat ka me arrit deri këtu ku është? Pajtoheni, për mu ka një vlerë nga pikpamja, po e them tash, e besimit. Apo, është një ajet kuranor në kaptinën Sad, 38 nëse nuk gaboj. Do thënë, Zoti atje në një farë mënyrë garanton se mundin e askujt nuk e humbë. Dhe nëse diçka që është ma evidente, ma e dukshme, apo ma e mundshme për ta pas çdo kush, dhe për ta prek, dhe për ta ndjej, është mundi secilit për jush në këtë drejtim. Dhe Zoti nuk flet për suksesin. Dhe njerëzit nuk i matë me suksese, do të thënë sa produktivitet, po me mund. Dhe kjo është është një përmbyllje për kryere asaj që askush nuk duhet të ndjehet i dëshpëruar në momentin që ka harxhuar energji për diçka, është përpjek,
apo ka bo një rrugtim të vështirë dhe ndonjëherë ndoshta se ka arrit atë çfarë ka synu, tjeti sigurt se Zoti nuk e ka vlerësu me atë suksesin, por e ka vlerësu me energjin, me orët e hargjuara, apo me djersën e derdhur, me kohën e hargjuar për të bërë një punë, ose për të dhënë një kontribut dhe për të krijuar një hapësirë dhe fushë apo veprimtari të përshtatshme të gjurmëlënies. Unë këtë e shoh si segmentin kryesor të kësaj pike. Profa i nderuam, shpesh herë neve thrasim edhe veç për neve, më na fol neve si staf, më na motivu, është një punë që me të vërtet shpirtërisht, emocionalisht, në krejt aspektet, ka herë të natat të shkon pa gjumë, edhe shumë të rinj të angazhuar në shoqatën tonë dhe kanë nevojë për këshilla psikologjike dhe kanë nevojë për motiv dhe shtytje profa gjithmonë ka qenë i gatshëm. Prof, unë po të falenderoj shumë, është nder e kënaqësi që të kemi njoft, po më shumë që të kena mik edhe të kemi pjesë të shoqatës sonë. Për fund një mesazh, jem 10 e fundit të Ramazanit, për neve dhe për shikuesit. Për mendimin tim, çdo herë ekziston ajo, a thua vallë se njerëzit si duhet marrë dhe si duhet pranuar dhe si duhet krijuar atë bindjen edhe të rahatin ose komoditetin në bëmirjen apo në veprimtarin e tyre, që në këto rrethana pa më dyshje edhe për shoqatën, por edhe për krejt popullatën mbar shqiptare të gjitha trevave tona, unë them se ai parimi është bën mirë edhe lëshoje ndet. Nëse peshku nuk e sheh, Zoti e sheh. Dhe jam shumë i sigurt që ai kontributi dhënë ose ajo pjesë e ndarë për nevojtarët, për skamnorët, për krejt ata të cilët ndoshta janë në pritje të kësaj dhe të thellimit të këtyre bamirësive, pajtohemi, do të thënë ne bëhemi të përbashkët, apo ne kalojmë prej asaj egos në ne. Shihni, prej unit të kalosh në ne është shumë e madhe. Dhe shoqata Jetimat e Ballkanit, unë mendoj se çdo kujt ja ka krijuar këtë mundësinë ta ndjejë nga më afër se çka do të thotë ne. Apo dhe unë e shoh vizitat, takimet, iftaret që njerëzit vinë, apo krejt me atë bindjen që të tregojnë se jemi këtu. Apo edhe këtë nëse e bëjnë permanent dhe në mënyrë të vazhdueshme, atëherë kjo as pak nuk e krijon atë zbrastirën ose dilemën e dikujt ose për diçka që mos vallë po na harrojnë njerëzit në atë kuptimin se apo edhe ju keni nevojë për atë, si që përmendëm, që dikush të qëndroje pranë, që dikush, do të thënë atë lodhjen, atë ngarkesën fizike, kohore, psikike, apo ato kushtimisht po e them, ato ndjesitë e vështira kur ti ta shohësh një familjar, do të thënë se si po përpilitet në ato vështirësitë dhe peripetitë e jetës. Unë mendoj se veprim ma madhështor në këto rrethana, plus kur kjo është e shoqëruar me një qëllim shumë fisnik, do të thënë, shihni, nuk është më kjo vetëm filantropi ose filantropizëm, por është përtej asaj. Andaj për atë thash, ju keni një kauzë shumë të fuqishme për të cilën në çdo gjë që keni sakrifikuar dhe do vazhdoni ta kultivoni këtë gatishmëri të sakrifikimit për këtë kauzë, vetëm se do e ndjeni edhe më fuqishëm atë përmbushjen shpirtërore. Ajo pjesa e shëndetit mendor, gjithsesi që juve ju ka bërë rezilient, do të thonë rezistues ndaj çdo një rrezikshmërie, kushtimisht po e them të pozicioneve ose rrethanave ose kushteve nga më të ndryshme që mund të jenë në këtë situatë. Për atë arsye ju përgëzoj edhe vetëm po e them se ne jemi aty që ta shtytim, ta përkrahim, ta mbështetim
këtë veprimtari të juajën edhe krejt populatës t'ju themi se ja këto 17 vitet edhe të tjetë të vazhdojmë edhe shumë të tjera, apo edhe ndoshta edhe pas nesh, do të thënë kjo kauz të jetë e pranishme në shoqërinë shqiptare, pa më dyshje që do ishte si tema arritja kulmore e një individi që e ka përcaktuar veten për këtë rrugtim. Profesor Musa Musaj, zoti kur mos të humbë. Shumë faleminderit. Kjo është podcasti i sotshëm. Ne jemi të premte në emisionin e premte me Halilin. Zoti kur mos të humbë, zoti ju shpërblet.